Ora është 7:10 e mëngjesit. Avioni sapo ka prekur pistën, pas një nate të gjatë mbi Atlantik. 2 pasagjerë të së njëjtës moshë zbresin nga e njëjta derë. I pari ecën ngadalë, ka gojën e thatë, këmbët e rënduara dhe vetëm një mendim, të shkojë në hotel e të flejë gjithë ditën. I dyti është i lodhur sigurisht, por e di çfarë do të bëjë në 6 orët e ardhshme dhe trupi i tij ka marrë gjatë fluturimit sinjale shumë më të qarta. Dallimi mes tyre nuk është fati, nuk është as bileta e klasit të parë. Janë disa vendime të vogla, të marra në kohën e duhur. Pas moshës 60 vjeç, një fluturim i gjatë nuk duhet trajtuar si një provë durimi. Duhet trajtuar si një udhëtim me 3 ora, orën e trupit, orën e avionit dhe orën e destinacionit. Nëse ngatëroni këto 3 ora, mund të mbërrini me një trup që nuk e kupton nëse duhet të hajë, të flejë apo të qëndrojë zgjuar. Nëse i koordinoni, udhëtimi bëhet më i parashikueshëm. Në këtë video do të shohim 10 rregulla. Jo truke magjike dhe jo këshilla që vlen njësoj për të gjithë. Janë vendime praktike të mbështetura në udhëzime të shëndetit të udhëtimit dhe të sigurisë ajrore. Rregulli i 6 do të korrigjojë një nga mitet më të përsëritura për ajrin e thatë në kabinë. Ndërsa rregulli i fundit shpjegon cilat shenja pas fluturimit nuk duhen quajtur thjesht lodhje. Një sqarim i shkurtër, ky material është informues. Nëse keni sëmundje të zemrës ose të mushkërive, keni pasur mpiksje gjaku, një operacion të fundit, ose merrni barna që kërkojnë orar të saktë, plani juaj duhet të diskutohet me mjekun ose farmacistin para nisjes. Rregulli i parë, mos bëni një plan sipas moshës, bëjeni sipas rrezikut tuaj real. Numri 60 në pasaport nuk tregon i vetëm se si do ta përballoni një fluturim 12 orësh. Një 68 vjeçar aktiv, pas sëmundje kronike dhe që ecën çdo ditë, mund të ketë nevoja krejt të ndryshme nga një 61 vjeçar që ka dalë nga operacioni, ka lëvizshmëri të kufizuar ose ka pasur më parë tromboz. Prandaj, pyetja e parë nuk është çfarë jastuku të blej, pyetja është a kam ndonjë faktor që ndryshon mënyrën si duhet të udhëtoj? Faktor të tillë përfshin një mpiksje të mëparshme, operacion ose shtrim të fundit në spital, trajtim aktiv për kancer, lëvizshmëri të kufizuar, obezitet, terapi hormonale dhe disa sëmundje serioze. Mosha e rritur është një faktor, por zakonisht rëndësi ka kombinimi i faktorëve, jo vetëm ditëlindja. Kjo është arsyeja pse një bisedë e shkurtër para udhëtimit mund të vlejë më shumë se një valixhe plot me pajisje. Pyeteni profesionistin që njeh historinë tuaj nëse keni nevojë për masa të veçanta, nëse jeni në gjendje të fluturoni pas një ndërhyrjeje të fundit dhe si duhet të organizohen barnat kur kaloni disa zona kohore. Mos kopjoni skemën e një të afërmi dhe mos merrni një ilaç për çdo rast vetëm sepse dikush tjetër e përdori në avion. Rregulli i parë është pra personalizimi. Jo frika, jo vetë diagnostikimi. Një plan i shkurtër i lidhur me gjendjen tuaj reale. Rregulli i dytë, krijoni dosjen që nuk ndahet kur nga ju. Para se të mendoni për argëtimin në bord, përgatitni një dosje të vogël, edhe në letër, edhe në telefon. Më të mbani pasaportën, vizat ose autorizimet, sigurimin e udhëtimit, rezervimet kryesore, kontaktin e një familjari dhe një listë të barnave me emrat e tyre gjenerik. Nëse keni një gjendje shëndetësore të rëndësishme, shtoni një përmbledhje të shkurtër nga mjeku, idealisht edhe në një gjuhë që kuptohet në destinacion. Barnat që ju duhen gjatë udhëtimit nuk futen në bagazhin e dorëzuar. Ato qëndrojnë në bagazhin e dorës, në kutitë e tyre origjinale dhe me etiketa të qarta. Merrni sasi të mjaftueshme për të gjithë udhëtimin dhe një rezervë të arsyeshme në rast vonesash. Kontrolloni gjithashtu rregullat e vendit ku po shkoni dhe të vendeve ku bëni tranzit, sepse një bar i zakonshëm në një shtet mund të jetë i kufizuar në një tjetër. Këtu ka edhe një hollësi që shumë njerëz e mësojnë vetëm pasi gabojnë. Kalimi në një zonë tjetër kohore nuk do të thotë se duhet të ndryshoni vetë intervalin mes 2 dozave. Për disa barna ka rëndësi koha që ka kaluar nga doza e fundit, për të tjera orari lokal. Këtë vendim e jep profesionisti shëndetësor, jo ora e telefonit. Mbajeni dosjen dhe barnat aty ku mund t'i arrini, pa hapur ndarjen e bagazheve sipër jush. Gjatë turbulencës mund të mos lejohet të ngriheni. Gjërat jetike duhet të jenë pranë jush, jo thjesht diku në avion. Rregulli i tretë, zgjidhni vendin për lëvizje, jo për fotografin nga dritarja. Pamja nga dritarja është e bukur për 10 minuta. Liria për të ngritur vlen për 10 orë.
Për shumicën e udhëtarëve që duan të lëvizin rregullisht, vendi pranë korridorit është zgjedhja më praktike. Ju kursen atë hezitimin e zakonshëm, a duhet të zgjoj 2 njerëz? Dhe e bën më të lehtë një ecje të shkurtër, kur shenja e rripit është fikur. Udhëzimet e TCS përmendin vendin pranë korridorit si një zgjedhje që mund të ndihmojë pikërisht sepse favorizon lëvizjen. Por mos kërkoni vendin perfekt sikur ekziston një numër magjik. Afër tualetit mund të ecni më pak, por mund të ketë më shumë zhurmë dhe radhë. Një vend shumë larg tualetit mund të jetë më i qetë, por më pak praktik për dikë me lëvizshmëri të kufizuar. Rreshti i daljes nuk është thjesht hapësirë shtesë, aty duhet të jeni të gatshëm dhe fizikisht të aftë të ndihmoni në një emergjencë, sipas udhëzimeve të ekuipazhit. Kontrolloni llojin e avionit dhe planin real të kabinës së fluturimit tuaj, sepse i njëjti numër rreshti nuk nënkupton të njëjtën hapësirë në çdo avion. Nëse keni nevojë për asistencë në aeroport, kërkojeni paraprakisht te kompania ajrore. Kursimi i energjisë para hipjes nuk është shenjë dobësie, është pjesë e planit për një ditë të gjatë. Rregulli i 4, kur jeni ulur, rripi shëndroni lidhur. Shumë udhëtar e lidhin rripin vetëm kur ndizet sinjali. Problemi është se turbulenca nuk dërgon gjithmonë paralajmërim. Administrata Federale e Aviacionit këshillon që rripi të mbahet i lidhur gjatë gjithë kohës që jeni ulur. Ai duhet të jetë poshtë dhe i shtrënguar mbi yje, jo lart mbi bark. Kjo është një nga masat më të thjeshta për të zvogëluar rrezikun e lëndimit, kur avioni lëviz papritur. Nëse doni të flini, lidheni rripin mbi batanije, në mënyrë që ekuipazhi ta shohë pa ju zgjuar. Mbani pra një palë këpucë të lehta, por mos ecni zbathur në kabinë. Dhe sa herë që ekuipazhi kërkon të uleni, kthehuni në vend pa e shtyrë edhe vetëm 1 minutë. Ky rregull duket i thjeshtë, prandaj shpesh nënvlerësohet, por siguria në fluturim ndërtohet pikërisht nga veprime që nuk duken dramatike derisa të bëhen të nevojshme. Rregulli i 5, lëvizja është një orar, jo një reagim ndaj dhimbjes. Në një udhëtim të gjatë, problemi nuk është vetëm avioni. Është qëndrimi i ulur për shumë orë, qoftë në avion, autobus, tren apo makinë. Kur këmbët qëndrojnë pa lëvizur, rrjedhja venoze ngadalësohet. Udhëtimet ajrore mbi 4 orë lidhen me një rritje të rrezikut për trombozë venoze, por rreziku absolut mbetet i ulët dhe shumica e rasteve ndodhin te persona që kanë edhe faktorë të tjerë rreziku. Mos prisni derisa gjunjët ju dhembin. Kur është e sigurt dhe shenja e rripit është fikur, ngrihuni her pas here. Një udhëzim praktik i TCS është të ecni afërsisht çdo 2 deri në 3 orë. Kur nuk mund të ngriheni, lëvizni kyçet e këmbëve. Ngrini thembrat duke mbajtur gishtat në dysheme, pastaj ngrini gishtat duke mbajtur thembrat poshtë. Shtrëngoni dhe lironi muskujt e pulpës. Këto lëvizje janë të vogla, por mund të bëhen pa shqetësuar askënd. Nëse keni rrezik të shtuar, mjeku mund t'ju këshillojë çorape kompresive të përshtatshme. Ato nuk janë një blerje automatike, për çdo pasagjer dhe madhësia ka rëndësi. Edhe më e rëndësishme, aspirina nuk rekomandohet si zgjidhje rutinë për parandalimin e mpiksjeve gjatë udhëtimit. Mos filloni as aspirinën, as antikoagulant pa udhëzim mjekësor. Mund të vendosni një kujtesë pas në telefon, jo si komandë të ngurtë, por si sinjal për të kontrolluar veten. A kam lëvizur, a jam ende rehat, a është e sigurt të ngrihem? Ky është një ritual i thjeshtë që e ndan udhëtimin në segmente të menaxhueshme. Rregulli i 6, pini për rehati dhe ekuilibër, jo nga frika e një miti. Kabina e avionit është vërtet e thatë. Lagështia relative shpesh është vetëm 10 deri në 20%, shumë më e ulët se në shumicën e ndërtesave. Kjo mund të fajë buzët, gojen, hundën dhe syt, sidomos të përdoruesit e lenteve të kontaktit. Por këtu vjen korrigjimi i rëndësishëm. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Mbretërisë së Bashkuar, kjo lagështi e ulët nuk shkakton vetvetiu dehidratim të rëndësishëm të organizmit të udhëtarët e shëndetshëm. Pra, nuk keni nevojë të ndiqni një formulë universale me gota për çdo orë, sikur të ishte një recetë. Pini ujë rregullisht sipas nevojës, mbani një shishe të rimbushme kur rregullat e aeroportit e lejojnë, dhe mos e kufizoni lëngun vetëm që të mos ngriheni për në tualet. Nëse mjeku ju ka caktuar kufizim të lëngjeve për zemrën ose veshkat, ndiqni atë plan, jo një këshill të përgjithshme nga interneti. Alkooli mund ta bëjë gjumin më të topëzuar dhe t'i përkeqësojë simptomat e jetë lagut. Kafeina mund të jetë mjet i dobishëm kur përdoret në kohën e duhur, por mund të prish gjumin nëse merret vonë.
Qëllimi nuk është të shpallim të ndaluara, por të mos I përdorim pa menduar për orën e destinacionit. Në këtë pikë kemi kaluar më shumë se gjysmën e fluturimit. Nëse keni bërë ndonjëherë një udhëtim mbi 8 orë, shkruani në komente vetëm një fjalë, korridor apo dritare, do të jetë interesante të shohim se cilën zgjedh komuniteti ynë. Rregulli 7. Mos ndiqni natën e avionit, ndiqni një plan gjumi. Dritat e kabinës fiken, shërbehet darka dhe të gjithë mendojnë se erdhi koha për të fjetur. Por nata e avionit nuk është domosdoshmërisht nata e trupit tuaj dhe as nata e destinacionit. Para nisjes shikoni sa zona kohore do të kaloni dhe në çfarë do të mbërrini. Për udhëtime më të gjata, mund të filloni ta zhvendosni orarin e gjumit me rreth 1 orë në ditë gjatë 2 ose 3 ditëve para fluturimit. Më herët kur udhëtoni drejt lindjes, më vonë kur udhëtoni drejt perëndimit. Kjo nuk është gjithmonë e mundur, por edhe një përshtatje e vogël mund ta zbusë kalimin. Gjatë fluturimit, planifikoni gjumin sipas qëllimit. Nëse gjumi ju ndihmon të hyni në natën e destinacionit, përdorni një mask gjumi, tapa veshi ose kufje që zbusin zhurmën. Nëse duhet të qëndroni zgjuar për disa orë, përdorni dritë, një aktivitet të qetë dhe lëvizje të lehtë. Mos u përpiqni ta fikni trupin me shumë alkool ose me një qetësues që nuk ju ka rekomanduar mjeku. Disa barna me veprim të gjatë mund të shtojnë hutimin, përgjumjen dhe rrezikun e rrëzimit, veçanërisht të moshuarit. Melatonina nuk është një buton gjumi. Ajo është një sinjal kohor. E marrë në momentin e gabuar, mund të shtyjë orën biologjike në drejtimin e gabuar. Për shkak se koha e përdorimit varet nga drejtimi I udhëtimit, numri I zonave kohore dhe barnat e tjera. Këshillohuni me mjekun ose farmacistin para se ta përdorni. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse merrni antikoagulant, barna për diabetin, tensionin ose gjumin. Mendoni përsëri për 3 orët, trupi, avioni, destinacioni. Nuk mund të detyroni menjëherë orën e trupit, por mund t'i jepni sinjale të qëndrueshme. Rregulli I 8. Ushqimi dhe barnat ndjekin planin, jo karrocën e shërbimit. Në avion, ushqimi vjen kur e sjell shërbimi, jo domosdoshmërisht kur I duhet trupit tuaj. Kjo nuk do të thotë se duhet të refuzoni çdo vakt. Do të thotë të mos hani automatikisht vetëm sepse karroca u ndal pranë rreshtit tuaj. Para hipjes, zgjidhni një vakt të njohur që zakonisht e toleroni mirë. Në bord, porcionet e moderuara dhe ushqimet e thjeshta janë shpesh më të rehatshme se një vakt shumë I rëndë, sidomos nëse më pas doni të flini. Merrni me vete një ushqim të vogël rezervë që lejohet nga rregullat, në rast se vakti I ofruar nuk ju përshtatet ose vonohet. Nëse keni diabet, alergji ose kufizime ushqimore, porositni vaktin e posaçëm paraprakisht dhe mos u mbështetni te supozimi se çdo alternativë do të jetë në dispozicion. Për barnat mos improvizoni. Një ndryshim prej 6, 8 apo 10 orësh mund ta bëjë të paqartë se kur vjen doza e radhës. Shkruani planin para nisjes dhe vendosni alarme me emrin e barit, jo vetëm një tingull që nuk ju thot asgjë. Për insulinën, antikoagulantët dhe barnat të tjerë me interval të ndjeshëm, plani duhet të jetë personal. Kjo është një pjesë e qetë e fluturimit, por një pikë e fortë e sigurisë. Sa më pak vendime të rëndësishme të merrni kur jeni të lodhur, aq më pak gabime bëni. Rregulli I 9. 6 orët e para pas mbërritjes janë pjesë e fluturimit. Shumë njerëz mendojnë se udhëtimi mbaron kur hapet dera e avionit. Për trupin, faza më e ndërlikuar mund të fillojë pikërisht atëherë. Pas marrjes së bagazhit, rregulloni ditën sipas orës lokale. Hani një vakt që I përshtatet kohës së destinacionit dhe bëni një ecje të lehtë nëse gjendja juaj e lejon. Drita natyrore është sinjali më I fuqishëm për orën biologjike, por koha e ekspozimit ka rëndësi. Drita në mëngjes zakonisht e zhvendos ritmin më herët, ndërsa drita në mbrëmje e zhvendos më vonë. Për itinerare të ndërlikuara, një kalkulator I jet lagut ose këshilla profesionale është më e sigurt se rregulli I thjesht dil menjëherë në diell. Nëse mbërrini gjatë ditës, përpiquni të qëndroni zgjuar deri afër orarit normal të gjumit në destinacion. Nëse lodhja bëhet e papërballueshme, një ndërmjetje e shkurtër prej rreth 20 deri në 30 minuta mund të ndihmojë. Një gjumë disa orësh pas dite mund ta bëjë natën më të vështirë. Mos planifikoni të ngisni për shumë orë, të merrni vendime të rëndësishme ose të ndiqni një program të ngjeshur menjëherë pas një nate pa gjumë. Dhe mos e mbushni ditën e parë vetëm sepse doni të mos humbni kohë.
Një orar I mençur ditën e mbërritjes, mund t'ju kursej 2 ditë të jetuara në mjegull. Udhëtimi nuk matet nga sa aktivitete futet në kalendar, por nga sa prej tyre I përjetuat vërtet. Rregulli I 10. Njihni shenjat që nuk duhen pritur deri nesër. Pas një fluturimi të gjatë, lodhja, ngurtësia dhe këmbët pak të rënda mund të duken normale, por jo çdo simptom duhet futur në kutinë e jet lagut. Një trombozë venoze e thellë mund të shfaqet me anjtje, dhimbje ose ndjeshmëri, ngrohtësi dhe skuqje, zakonisht në njërin këmbë. Një emboli pulmonare mund të shkaktojë vështirësi të pashpjegueshme në frymëmarrje, dhimbje gjoksi që shtohet me frymëmarrjen ose kollën, rrahje të shpejta të zemrës, kollë me gjak, marramendje ose të fikët. Këto janë shenja për ndihmë mjekësore urgjente, jo për të pritur që të kalojnë pas një nate gjumi. Në avion, lajmëroni menjëherë ekuipazhin nëse shfaqen dhimbje gjoksi, vështirësi serioze në frymëmarrje, dobësi e papritur, konfuzion ose të fikët. Mos u shqetësoni se po bezdisni. Ekuipazhi është trajnuar për të reaguar dhe mund të komunikojë me mbështetje mjekësore nga toka. Kjo nuk do të thotë se duhet ta kaloni udhëtimin duke kontrolluar çdo ndjesi. Do të thotë të njihni dallimin mes parehatisë së zakonshme dhe një sinjali alarmi. Përgatitja e mirë u langthen, sepse ju jep një plan edhe për atë që shpresoni të mos ndodh kurrë. Tani I kemi të 10 rregullat, por ato mund të mbahen mend me vetëm 3 pyetje. Para fluturimit, çfarë duhet të personalizoj dhe çfarë nuk duhet të ndahet nga unë? Gjatë fluturimit, a jam I sigurt, a kam lëvizur dhe cilit orar po I përgjigjet trupi im? Pas mbërritjes, apo e ndihmoj trupin të përshtatet dhe a njoh shenjat që kërkojnë ndihmë? Një fluturim I gjatë nuk bëhet I lehtë, sepse ignorojmë moshën ose sepse blejmë më shumë pajisje. Bëhet më I përballueshëm kur I heqim rastësisht vendimet më të rëndësishme. Dokumentet janë pranë. Barnat kanë plan. Vendi favorizon lëvizjen. Rripi është I lidhur. Gjumi, ushqimi dhe drita nuk ndjekin verbërisht ritmin e kabinës, por një qëllim të menduar më parë. Kur dera të hapet në destinacion, nuk keni pse të ndiheni sikur fluturimi ju ka marrë ditën e parë të udhëtimit. Mjafton që përgatitja të ketë filluar para se të uleni në vendin tuaj dhe të vazhdojë edhe disa orë pasi avioni ka prekur tokën.